Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30, Sure El Bejjine, ajetet nga 6 deri te ajeti 8. Innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyya جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Në të vërtetë ata që nuk besojnë prej idhtarëve të librit dhe idhujtarëve do të hyjnë në zjarrin e xhehenemit, në të cilin do të mbeten përgjithmonë, ata janë krijesat më të këqija. Pa dyshim ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, pikërisht ata janë krijesat më të mira. Shpërblimi i tyre është te Zoti i tyre, kopshtet e Atnit nëpër të cilat rrjedhin lumenj, e ku do të banojnë për herë, Allahu është i kënaqur me ata, por edhe ata janë të kënaqur me të. Kjo është dhurata për ata që e kanë frikë Zotin e vet. Komentimi: krijesa më e mirë dhe krijesa më e keqe. Në ajetet e mësipërme thuhet se qafirët, idhtarët e librit dhe mushrikët ishin në pritje të një argumenti nga ana e Allahut, por në momentin që argumenti u vjen, ata shpërndahen, kundërshtojnë dhe secili merr rrugën e tij. Ajetet për të cilat folëm janë të ndarë në dy grupe, qafir, jo besimtar, mu'minun, besimtar, përballë tyre qëndron ftesa hyjnore, si përfundim flitet për punën e secilit prej tyre. Në ajetin 6 thuhet në të vërtetë ata që nuk besojnë prej idhtarëve të librit dhe idhujtarëve do të hyjnë në zjarrin e xhehenemit, në të cilin do të mbeten përgjithmonë, ata janë krijesat më të këqija. Ata që nuk besuan në këtë fe të re si nga idhtarët e librit si nga idhujtarët do të digjen në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përjetësisht, ato janë krijesat më të liga e më të këqija. Fjala kefaru tregon për kufrin e tyre, mosbesimin ndaj fesë islame, sepse kufri, mosbesimi dhe shirku për ta nuk ishte gjë e re. Ata janë krijesat më të këqija, sa interpretim tronditës që tregon se midis të gjithë krijesave nuk gjendet kush që t'i jetë treguar e vërteta e më pas ta braktis atë. Këto krijesa janë të ngjashme me përshkrimin që bëhet në ajetin 22 të sures El Enfal. Krijesat më të këqija para Allahut janë ato që janë shurdh dhe memec ndaj së vërtetës e që nuk han arsye. Ose ajo çka ka ardhur në ajetin 179 të sures El Araf, ku pasi flet për grupin që do të shkojnë në zjarr, me po këto cilësi thot: ne kemi paracaktuar për xhehenemin shumë gjinde dhe njerëz, sepse ata kanë zemra por nuk kuptojnë, kanë sy por nuk shohin dhe kanë vesh por nuk dëgjojnë, ata janë si bagëtit, madje edhe mëzi, pikërisht këta janë të shkujdesurit. A mos valla jeti që ne po diskutojmë ka më tepër diskutim se sa tham, sepse ata i ka konsideruar si krijesat më të liga ndër gjithë krijesat dhe në të vërtetë kjo është një arsye për hyrjen e tyre në xhehenem. Pse të mos jenë ata krijesat më të liga ndaj gjithë krijesave? Atyre u ishin hapur të gjithë dyert e mirësive, por ata nga mendjemadhësia, arroganca, kokfortësia kundërshtuan në mënyrë të hapur. Idhtarët e librit janë cituar të parët në ajet për shkak të përparësisë që kishin ndaj idhujtarëve. Ata kishin libra qiellor, dietar dhe studiues fetar, si dhe shenjat e profetit islam që i kishin në librat e tyre qiellor, ndaj dhe kundërshtimi i tyre ishte më i keqi dhe më i shëmtuari. Ajeti tjetër flet për grupin e dytë, të cilët janë e kundërta e tyre. Ky grup është ngritur shumë lart. Ata janë personat që kanë besuar dhe kanë kryer vepra të mira, janë krijesat më të mira të Allahut. Padyshim ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, pikërisht ata janë krijesat më të mira. Mëtej shpërblimi tyre citohet në disa fjali të shkurtra. Shpërblimi tyre është pranë krijuesit të tyre në xhennet, aty janë përjetësisht, aty rrjedhin lumenj poshtë pemëve, edhe Zoti është i kënaqur me ta, edhe ata janë të kënaqur me Allahun. Kjo pozitë dhe ky shpërblim është për ata që i friksohen krijuesit të tyre.
Shpërblimi tyre është e Zotit tyre kopshtet e Adnit në për të cilat rrjedhin lumenje ku do të banojnë për herë. Allahu është i kënaqur me ata, por edhe ata janë të kënaqur me atë. Kjo është dhurata për ata që e kanë frikë Zotin e vet. Duhet të kihet parasysh se fryti i pemës së besimtarëve është kryerja e veprave të mira përveç besimit. Nuk është mjaftueshme të pretendosh se ke besim, por veprat e njeriu duhet të jenë dëshmi e besimit. Kurse idhujtaria, edhe nëse nuk është e përzier me vepra jo të mira, përsëri është shkak i rënjes dhe i fatkeqësisë, sepse zakonisht idhujtaria është zanafilla e llojeve të mëkatit dhe e veprave të liga. Fjalia pikërisht ata janë krijesat më të mira tregon më së miri se njerëzit besimtar dhe punë mirë janë më të mirë se sa engjëjt. Ajeti është absolut dhe nuk veçon asnjë, po ashtu edhe ajetet të tjera të Kuranit, sikurse janë ajetet e rënjes në sejdë të engjëjve ndaj Ademit dhe ajeti 70 i sures El Isra thotë: Në të vërtet, ne i kemi nderuar bijtë e Ademit, u kemi bërë të mundur që të udhëtojnë në tokë dhe në det, u kemi dhënë ushqime të mira e të lejuara dhe i kemi ngritur lart mbi shumë prej atyre që kemi krijuar. Sigurisht që në këtë ajet flitet për shpërblimin material dhe atë fizik, kur flitet për kopshtet e xhennetit të cilat janë të mbushura me mirësi shprehen shpërblimet materiale, vetjake e shpirtërore, këto janë shpërblime dhe vepra që edhe Allahu është i kënaqur prej tyre, edhe ata janë të kënaqur prej Allahut. Ata janë të kënaqur nga Allahu sepse çfarë deshen ata, Allahu ua jep, gjithashtu edhe Allahu është i kënaqur prej tyre sepse çfarë Allahu kërkoi ata e vepruan, edhe nëse ka pasur ndonjë lëkundje ata janë falur me mëshirën e Tij, a duhet kënaqësi më të madhe sesa kjo, sesa kënaqësia që Zoti ka për veprat që ai kryen. Sigurisht që xheneti materiali njeriut është i përhershëm sepse kopshtet janë të përhershme në atë botë, ndërsa xheneti shpirtëror është kur Allahu është i kënaqur me veprat e robëve të Tij. Fjalia kjo është dhurata për ata që e kanë frikë Zotin e vet, tregon se të gjitha këto mirësi e kanë burimin nga frika për Allahun, sepse kjo frikë është shkak për të lëvizur drejt çdo bindje dhe devotshmërie si dhe veprave të mira. Disa komentues janë të mendimit se nëse i citojmë këto ajete me ajetin 28 të sures Fatir, që thotë se vetëm të diturit tremben nga Zoti, atëherë ne marrim këtë përfundim që xheneti është e drejtë e dietarëve, studiuesve dhe atyre që kanë njohuri. Njerëzit kafshët dhe baktit janë lloje të ndryshme, në të vërtetë nga robët e Tij Allahut i friksohen vetëm dietarët që e dinë se Allahu është vërtet i plotfuqishëm dhe falës. Nëse shikojmë me vëmendje, fjala El Khashje ka shkallë edhe dia e njohuria ka shkallët e saj. Disa komentues të tjerë janë të mendimit se fjala El Khashje është pozitë më e lartë se sa pozita e frikës, por gjithsesi të dy fjalët kanë kuptimin e frikës, ndërkohë që fjala El Khashjetu ka edhe kuptimin frikë e përmbledhur me respekt. Hulumtime. Aliu dhe pasuesit e Tij janë krijesat më të mira. Në transmetime të shumta që janë marrë si nga burimet e njohura të ehli sunnetit, ashtu edhe nga burimet e njohura të ehli bejtit, është transmetuar se ajeti ata janë krijesat më të mira të Allahut, është komentuar për Imam Aliun, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe ndjekësit e tij. Hakem Haskani, Nishaburi, një nga dietarët e njohur të ehli sunnetit i shekullit të 5 Hijri, në librin e tij të njohur Shawahidut Tenzil, ka transmetuar këtë transmetim me dokumentacion të ndryshëm. Numri i tyre është më shumë se 20, ne do të sjellim disa prej transmetimeve. 1. Ibn Abbasi thot kur zbriti ajeti padyshim ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, pikërisht ata janë krijesat më të mira. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, tha Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, ky ajet ka për qëllim ty dhe shijat e tu. Në ditën e Kiametit ti do të jesh i kënaqur nga Zoti dhe Zoti do të jetë i kënaqur nga ti. Armiku i natosur në ditën e gjykimit do të hyjë me forcë në xhehenem. Në disa libra të tjerë hadithe është përdorur fjala mukmehin, e cila ka kuptimin të vendosësh lart ose të mbash kokën lart nëpërmjet zinxhirëve. 2. Në një hadith nga Ebu Barzatu transmetohet se kur profeti nderuar paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij e lexoi këtë ajet, tha: ato janë shijat edhe ti o Ali, si dhe premtimi im dhe i yt është pranë burimit të Keutherit. 3. Në një tjetër hadith të Xhabir ibn Abdullah Ensarit thuhet: ne ishim pranë profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe ishim ulur pranë shtëpisë së Allahut. Në atë kohë Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, erdhi drejt nesh.
Kur profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e hodhi vështrimin tek Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, tha: "Vllai im po vjen drejt jush." Më pas, duke u kthyer nga qabja, shtoi betohen për këtë qabe se ky burr dhe shijat e tij do të jenë të shpëtuar në Kiamet. Më pas u drejtua nga ne dhe shtoi për Zotin ai besoi para jush dhe kryengritja e tij me urdhër të Zotit është më shumë se sa ju të gjithë. Besnikëria e tij ndaj Allahut është më e madhe se sa ju të gjithë. Gjykimi i tij me urdhër të Allahut është më i madh. Për kujdesja e tij në ndarjen e Beitul Mal, mallit, është më e madhe se sa ju të gjithë. Drejtësia e tij është më e madhe se sa ju të gjithë dhe pozita e tij tek Allahu është më e lartë se sa ju të gjithë. Xhabiri tha: "Në këtë rast Allahu zbriti ajetin që nga i çaste mëtej, kur Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, vinte, shokët e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thoshin: erdhi krijesa më e mirë pas të dërguarit të Allahut." Zbritja e këtij ajeti pranë shtëpisë së Allahut nuk ka asnjë kundërshtim apo keq kuptim me të qenit sure medinase, mund të jetë prej ajeteve që i ka zbritur profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në rrugëtimet që bënte nga Medina në Mekë. Gjithashtu, transmetuesi i hadithit është Xhabir ibn Abdullah Ansari, i cili i është bashkuar profetit në Medinë. Konsiderimi i këtyre ajeteve si medinase nuk është gjë e pamundur. Disa nga këto hadithe i ka sjell Ibn Hajeri në librin Sawa'iq dhe disa i ka sjell Muhammed Sheblenxhi në librin Nurul Absar. Xhelaluddin Suyuti në librin Durrul Manthur ka transmetuar dhe ka marrë një pjesë të shumtë të transmetimeve të fundit nga Ibn Asakir dhe Xhabir ibn Abdullah. 4. Në veprën Durrul Manthur është transmetuar nga Ibn Abasi, kur zbriti ajeti i padyshim ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, pikërisht ata janë krijesat më të mira. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, tha Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, ajeti ka për qëllim ty dhe shijat e tu, që në ditën e Kiametit edhe Allahu do të jetë i kënaqur me ty, edhe ti do të jesh i kënaqur me Allahun. 5. Ibn Merdawiyah transmeton nga Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, se profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "A nuk e ke dëgjuar këtë fjalë të Allahut, ata që besuan dhe bën vepra të mira janë krijesat më të mira." Në këtë ajet flitet për ty dhe ndjekësit e tu, ju jeni këto krijesa të mira. Ky është premtimi im dhe i yti pranë burimit të Kautherit, në kohën që unë do të vi për dhënien e llogarisë së ummetit, ti do të ftohesh, balli yt do të jetë i bardhë dhe ti do të njihesh midis të gjithëve. Të tjerë dietarë dhe studiues të ehli sunnetit kanë cituar po këtë kuptim në librat e tyre, midis të tjerëve përmendim El Khatib El Khawarizmi në Manaqib, Abu Naim Esfahani në Kifayatul Khisam, Alame Tabari në tefsirin e njohur Ibn Sabbag El Maliki, në Fusulul Muhimma, Allame Shawqani në Fathul Ghadir, Sheikh Sulejman Kunduzi në Yanabiul Mudda dhe Alusi në tefsirin Ruhul Maani. Me pak fjalë, hadithi më sipër është një ndër hadithet e njohur dhe të pranuar nga një sër dietarësh islam. Kjo është një mirësi e madhe dhe e pakundërshtueshme për Imam Aliun, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe ndjekësit e tij. Gjithashtu nga ky transmetim kuptohet më së miri e vërteta se fjala Shia është që nga koha e dërguarit të Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kjo fjalë është përhapur midis muslimanëve nëpërmjet tij, flet për ndjekësit e veçantë të Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të. Ata që thonë se fjala Shia është ndër fjalët e cituara shekuj më vonë, mendojnë gabim. Nga ajetet e kësaj sureje kuptojmë më së miri se asnjë krijesë në këtë botë nuk e ka largësinë e ngjitjes lartë dhe të zbritjes sikurse e ka njeriu. Nëse një njeri ka besim dhe kryen vepra të mira duke pasur parasysh se fjala amilus solihat përfshin të gjithë punët e mira dhe jo një pjesë të punëve të mira, ai njeri do të jetë krijesa më e mirë e Allahut. Nëse ai njeri do të përzgjedhë rrugën e kufrit dhe do të jetë kryeneç arrogant, atëherë ai njeri do të bjerë aq poshtë sa që do të njihet tek Allahu si krijesa më e ligë. Kjo largësi e madhe e njeriut midis lartësisë dhe zbritjes, edhe pse është një çështje ndjeshme dhe rrezikshme, tregon dhe vërteton madhështinë dhe pozitën e re të njeriut, si dhe aftësinë për të pasur e për qenë i përsosur. Është e natyrshme se pranë një aftësie të tillë të jashtëzakonshme, njeriu ka edhe mundësinë e zbritjes poshtë dhe zbritja dhe rënja e tij mund të jetë e jashtëzakonshme. O Allah, kërkojmë ndihmën dhe mirësinë tënde që të arrijmë të jemi prej njerëzve të mirë. O Allah, na bëj ne prej ndjekësve të atij burri të madh i cili është më favoriti për këtë titull. O Allah, na bëj të sinqert që të mos adhurojmë kënd përveç teje dhe të mos mos të vëmë të tjerë mbi ty as kënd tjetër para teje. Amin, ya Rabbel Alamin.